Selamu alaikum. Shpresoj të gjithë kemi pas një agjerim të lehtë, të pranuar. Inshallah. Përballë teje lam momentin e ditës gjykimit. Përshkruam vdekjen e Xhibrilit, përshkruam fundin e universit që ne njohim me të gjitha ligjet e fizikës. Dalim në një diçka të re, kemi lënë tek ringjallja, ku më ka për shumë përshtypje momenti që shikimi asgjë palla dhe asgjë nuk lëviz. Tashmë është një shikim i fokusuar lart. Çfarë po ndodh? Për shembull, do t'i sugjeroj gjithë vëllezërve dhe motrave, dhe në veçantë në këtë muaj të Kuranit dhe të Ramazanit, që surat e fundit të Kuranit i lexojnë. Sepse vëllai dashur është një pasqyrë e qartë e asaj që na pret. Për shembull, dikush është një nga surat më të fuqishme që flet për ditën e gjykimit. Idha zulziletil ardu zilzalaha. Dhe kur toka thot tronditet me tronditje të njëpasnjeshme. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kur toka tronditet me tronditje të njëpasnjeshme, thot toka i nxjerr jashtë atë që e ka mbajt brenda saj, pa ringjallen njerëzit. Wa qala al-insanu ma laha. E the edhe ti rast që kaloi, thot njeriu, çfarë po ndodh? Ti e the rast që kaloi që ka e vërtet, se është dhe kjo. Është dhe kjo në Kur'an, që jo besimtarët thonë që ka e vërtet. Wa qala al-insanu ma laha. Çfarë po ndodh kështu? Në atë ditë toka thot i tregon rrëfimet e veta. Në atë ditë thot njerëzit janë të ndarë në grupe. Për çfarë? Vllai dashur, kohën që ringjallen njerëzit, që secili prekupohet me vetën e vet. Do e shohësh një gjë e ke njohur, nuk do ta takosh. Shkon kështu, veçohesh edhe vetëm mendo çka ke bërë në dynjë. Si është halli im. Sepse thot, jo me idhi jasduru nasu e shtatën, në atë ditë dalin njerëzit para Zotit në grupe të ndryshme, për çfarë? Li yarau a'malahum, për të parë punët e veta. Fillon vëlla reflekton. Sa punë të mira kam bërë, çfarë kam bërë në dynjë? Kam fal 5 vakte, elhamdulillah, s'kam fal 5 vakte sot si të t'ja bëj sot. Kam agjiruar Ramazan, elhamdulillah, s'kam agjiruar Ramazan që ka problem. Kam qenë njeriu mirë apo kam qenë njeriu keq? Pra filloni bën një llogari vetes tonë. Li yarau a'malahum, që ai vetë shikoj punët e veta. Pra ti të hipën një gëzim i madh nëse ke bërë vepra të mira dhe shpreson që Zoti të t'i ketë pranuar dhe ti në të njëjtën kohë gjysmën tjetër ke një frikë të madhe për gjinafet edhe shpreson që Allahu të t'i falë. Ai shumë ditë e madhe dhe ai shumë ditë në të cilën Zoti do t'i plotësoj veprat e njerëzve, do t'i japi drejtësi veprave të njerëzve, sa thot, nëse ka punuar një grimës të veprës së mirë, do ta gjej. Grimës, atom. Nëse një vepër ka qenë sa atomi, do ta gjej. Po nëse ka qenë edhe një vepër e keqe sa atomi, do ta gjej. Pra skenat, për shembull, ka thonë, feidha xhaet as-sakha. Kur të vi pritma e madhe, suri që fryhet. Feidha xhaet as-sakha, kështu e ka përshkruajtur, pritma e madhe. Në atë ditë thot, njeriu do të largohet jo nga njerëzit po e po. Do të largohet thot nga vllai i tij, nga nëna e tij, nga babai i tij, nga të afërmit e tij. Pse? Se çdo njeriu i preokupon thot vetëm çështja e tij. Pra shkon situata aq ditë e madhe është sa ti nuk ke më forcë të merresh çapo bën tjetri, qoftë dhe familjar, po jertu inshallah po shpëtoj. Ti mund të kesh shpresë për të familjarët, por nuk i ndihmon dot. Në ditë thot çështja është e gjitha në dorën e Zotit. Prandaj ti edhe me dashme i ndihmu, ti nuk i bën dot dobi më, sepse dobi i bëjmë njëri tjetrit në këtë botë. Pastaj thot jep shpreh u gjuhu, jo me i atmosfera. Në ditë ka fytyra thot të shëndritshme si flori. Ka dhënë atë ngjyrën e verdh të bukur që shndrit.
Dhahikatan mustabshira. Ngjajnë fytyrat qeshura thot kur i mendojnë veprat e mira që kanë bërë. Mustabshira, zemrat i kanë plot gëzim. Wa wujuhu yawma idhin, dhe në ditë ka fytyra të errta. Si errësira e natës thot. Janë ato të cilët mohuan dhe bën krime. Në një rast tjetër vëlla ka thonë, po përmend vetëm paka sepse Kurani është i mbushur me panorama të ditës gjykimit, Zoti na fal. Kjo nga i herë, se një kjo panorama aq shumë e mbushur, sa që duket sikur na ka dalë borxhet 100 herë për këto paralajmërime dhe kam përshtypjen që njeriu kur dalë atë ditë nuk ka çfarë flet. Po, aq shumë ka fol. Në një rast tjetër ka thonë fe idha ja'ati tammatul kubra. Këtu ishte britma, kjo është ushtima e madhe. Shu e ka qujtë. Qa thot në ditën e ushtimës madhe? Jo me jetë dhe kërul insanu masa. Në ditë njeriu do të përkujtojë çfarë ka punuar. Pra, kur ndodh ushtima madhe, nuk fillon pse ndodhi kjo, ku është filani. Jo, fillon thot reflekton me veten e tij çfarë punësh kam bërë në dynjë. Qofse thot është nga ato të cilët ishin të devotshëm, si çfarë përshkrimi ka thënë. Nëse është nga ato që ishin të devotshëm dhe ju përmbajt pasioneve dhe hepsheve. Shumë interesant. Wa nahan nafsa anil hawa. E para u bën nga devotshmi dhe e dyta e ndaloi veten nga epshet dhe veset shkatruese. Ato të cilët ta humbin orientimin, ta humbin, të bëjnë të dehur në këtë botë. Sri dot pa femra, sri dot pa drogë, sri dot pa këtë, sri dot pa pasuri, sri dot pa kështu. Dhe ti vëlla bllokon jetën tënde pasioni dhe epshi. Në këtë botë, nëse dehesh, pra nëse dehesh me alkol vëlla, të del mëngjes. Nëse dehesh me dynja, të del vetëm kur vdes, edhe në ditën e gjykimit. Thotë nëse bëhet i devotshëm dhe ndalon veten nga pasionet e këqija, fe inel jannata hiya al-mawa. Ky do ta ketë hak thot xhenetin në botën tjetër. Vëlla, ka ajete për shembull thot krisma. Ç'të mësoj ty? E ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Allahu akbar. Thot ditën kur ndodh krisma, njerëzit thot shpërndahen si kërkalecat. I parasysh që lëvizin nga të gjitha, për shembull, është një fush, po themi me misër ose me bim të ndryshme dhe ti nuk i shef se janë gjelbërt. Kur ti i trem, ato vëlla shpërndahen kështu. Dhe ditën e gjykimit njeriu nuk din nga do të shkojë. Nga frika, nga hutimi, shtangesh vëlla dhe nuk din ku të çojnë këmbët. A di çka ka thënë Kurani? Gjendje pas gjendjesh. A di çka ka thënë Kurani? Thotë ditën e madhe të ditës gjykimit do t'i shikosh njerëzit të duken si dehur, po nuk janë të dehur për dënimin e Zotit është i rëndë. Pra do të ngjaj një kriminal, një zullumqar, një njeri që ka bërë shumë të këqija, sikur është i dehur, nuk ka konsumuar alkool, po është jutuar sikur me qenë i dehur për shkak të ngarkesës madhe të gjinafeve që ka. Aq ushtime madhe thot vjedh, aq ditë e rëndë është sa ajo që e ka, jep shembullin asaj nëne që e ka fëmijën duke i dhënë qumshin e saj e do ta shlojë. Pra imagjino se sa do të preokupohet njeriu me veten e tij. E ka pyetur Aisha radhiyallahu anha. I ka thonë, o i dërguar i Zotit, se edhe dëshira për të atakuar pejgamberin atë ditë, apo jo? Kush është afër atij është më i sigurt. Ka thonë, atakohen njerëzit me njëri tjetrin. O i dërguar i Zotit, atakohet i dashuri me të dashurin e tij. I ka thonë pejgamberi selam, po përveç në 3 raste jo. Ka thonë, në çastin që shpërndahen librat, nuk e ka asnjë mendjen sa do i dashur të ketë qetë në dynja. Çastin kur veprat mpeshore, s'ka dashur që do të takoj dashurin derisa të shohë veprat e vet, ai ka më të mira apo më të këqija. Dhe s'ka dashur ai ishte për dashur në ditë kur njerëzit po kalojnë urën e Siratit. Këto 3 raste vëlla nuk kanë dëshirë as takohen njerëzit me njëri tjetrin. Kuptohet përveç atyre që kanë qenë shumë devotshëm, ose ato devotshmit kapën për dorë dhe kalojnë urën e Siratit. Po flasim në përgjithësi për njerëzit. Kjo ditë është e gjatë. Dita do të jetë e gjatë. Sa? Por është në varësi të njerëzve. Për shembull,
për masën e madhe të indiferentëve ndaj Zotit, thot ajo ditë është e gjatë 50.000 vjet, po me kohën atje se nuk dihet edhe se si do jetë koha. Po në një përshkrim ka thonë 50.000 vjet. Kurse ka thonë për njerëzit e devotshëm si 2 rekate namaz. Allahu Akbar. Për disa të tjerë është thonë si koha e drekës deri për ikini. Për më të devotshëm fare është si 2 rekat. Për ato që janë më pak devotshëm është si dreka me ikindin. Për ato që kanë qenë edhe më pak devotshëm do jetë e gjatë, po jo 50.000 vjet siç do jetë për ato. Domethënë në ditë vëlla. Dikush mund t'ja ketë bërë risk i madh, Zoti qofshim atij fal, është në xhenet dhe njerëzit janë akoma të djersit në fushën e mashirit për të dhënë llogari. Pse? Ja ta them në shpjegimin, se ne do flasim për ligjin e kompensimit. Një person këtu e ka kujtuar Zotin shumë. Zoti thot në Kur'an, "Fadhkuruni adhkurkum." Më kujtoni mua, t'ju kujtoj unë juve. Më falenderoni, mos më mohoni o njerëzit e mi, se ju kam dhënë gjithë ato mira. Dhe ka njerëz shumë besimtarë të mirë, inshallah, dhe neve na bën Zoti dhe në Ramazan besoj dhe me këtë podcast besoj se jemi në këtë rrugë, ne e kujtojmë Zotin. Kush e kujton Zotin shumë këtë botë, nuk e harron Zotin ditën e gjykimit. Kurse vllai i dashur ka jetuar një tjetër, ushqimet e mira të Zotit i ka ngrënë, pijet e bekatshme të Zotit i ka pirë, oksigjenin e Zotit e ka thithur, zemra i ka punuar mirë shumë, organet kanë qenë shumë të mira, qelizat gjithashtu, toka i është nështruar atij, çdo e mirë e ka rrethuar, ai se ka kujtuar Zotin fare. Zoti s'ka për ta kujtuar atë ditë gjykimit. Kujtove një moment Jakub Asifin, kur i thot subhanallah, thot, pse o Zot nuk ke ngjall të verbër, ai e përtonte më marrë me ta. Ajet në Kur'anit. Po, tha po unë sa në dynja kam pa, po se ke pa krijimin tim, se ke pa këtë, se ke pa këtë, se sot ati nuk mund të shofësh ma, është gjigante edhe. O men arada an dhikri, se edhe kjo ka lidhje me këtë vëlla. Me që me kujtove hoxhën e madh. O men arada an dhikri, kush i kthen shpinën librit tim për Kur'anin. Fe inne lehu ma'ishatan danka. Sado pasurit ketë, dynjat ketë, jeta i bëhet e ngushtë. Pyet që ndush, sa do të ketë, i bëhen monoton të mirat që ka. Të thash për shoferi, sa do vdesi dhe i pas i vëjzave. Po, sepse ke parasysh të ngushtohet kjo botë. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Unë më falë se i them original ajetet se më kujtohen vëlla. Se unë i di arabisht, nuk i di shqip. Duhet ta them arabisht që ta më fal për përmendjen arabishtes kaq edhe i kërkoj falje edhe shikuesve, po e them se më kujtohet origjinali, se s'do të flas vëlla shqip që të flas pa lidhje, se edhe nuk e di shqip, po i di në origjinalin e saj. Çdo gjë që origjinali është më mirë. Po që ti jemi sakt. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Përveç që i bëhet thotë ngushtë jeta në këtë botë, atij që i largohet librit tim, pra Kuranit famlar. Thotë ringjallet në ditën e gjykimit i verbër. Qale Rabbi li me hasherteni a'ma. Zot, pse më ringjalle mua të verbër, kur unë në atë botë shikoja. Pra po flet, po është i verbër. Qale kedhalike atatka ayatuna fanasitaha. Kështu të kanë ardhur o njeri argumentet e mia, ti harrove ato dhe sot ne të kemi harruar ty. Subhanallah. Si gjithë dritë në syve, gjithë jetën s'te jere elhamdulillah dhe thu pse më let verbër në ditën e gjykimit, po ti më harrove, unë ti dhash për çat vletën. Ti s'te jere faleminderit Zot, shko takoj të verbër. Shko takoj një smur dhe ta kujtosh mirësinë e pafundme që i madhi Zot na ka dhënë. Dhe nuk e ka kujtuar asnjëherë. Nuk ka thonë njërë faleminderit i madhi Zot, ka që bukur sa më ke kriju, si më funksionojnë këto sy që unë shikoj. Faleminderit se ka dhe i gjë tjetër vëlla. Mund të krijote syt, po ishte errësirë, s'kishte diell, s'kishte dritë. Prapë s'do shikoje, se në errësirë e krijoi dhe diellin. Por shumë të mira tjera, por edhe të shikojmë vëllai i dashur. Pastaj ne zhvilluam që të vi edhe elektrifikimi e më radhë. Pra, Zoti gjithësisë ka folur në Kuranin famlar në një formë që të përkryer, të qartë, edhe e the shumë bukur vëlla. Aq shumë sa i ka dalë borxhit njerëzit. Ka fol për ditën për ringjalljen. Ka folë para për kiametin, atë që thamë, dhe kur qielli të jetë qartë, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet janë trazuar, dhe kur varret janë trazuar, dhe kur detet janë përflakur, dhe kur librat të janë shpërndar, dhe kur xheneti të jetë afruar, dhe kur zjarri të jetë ndezur, dhe kur të pyeten ato njerëz pse i varrosën vajzat e gjalla,
në atë ditë sot do të kujtoj njeriu veprat që ka punuar. Prandaj gjej rastin vëlla, them për veten time, për ju gjithashtu, për vëllezërit dhe për motrat që na ndjekin, na fal Allahu gjinafet. Amin. Sepse s'ka gjë më të mirë vëlla se sa gabimet që kemi bërë na i fali Zoti këtë Ramazan, mos t'i shikojmë fare ditën Amin ya Rab. gjykimit. Amin o Zot. Pra foli i madh i Zot vëlla i dashur. Dhe foli pejgamberi alayhis salam, siç është fol në librat e mëparshëm, po jo kaq shumë. Jo kaq qartë, jo kaq bukur. Për shembull ka ajete vëlla, ka ajete më fal. S'ka gjë. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ditën kur i ringjallim ose i dërgojmë të ringjallur njerëzit tek Zoti si miq të Atij. Allah. Yawma nahshuru, ditën kur i ringjallim muttaqina, njerëzit e devotshëm, ila ar-rahmani, tek i gjithë mëshirshmi si miq të Atij. Por do ketë njerëz me peshë që kanë bërë aq shumë vepra të mira, sa ringjallen dhe Zoti i ka si miq të vet. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dhe i çojmë në xhenem kriminalët me të dërguar të shpejt. Shife, dy anët. Dhe o shembull kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Dhe çdo kush thot për tyre do t'i paraqitet Zotit tek i vetmuar. Di çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Asnjë bir i Ademit nuk do të mbetet pa u ringjallur. Dhe asnjë bir i Ademit nuk do ta kalojë një fazë vetë se do të vi koha që do të flasi me Zotin e vet pa turxheman, pa përkthyes. Po. Njeriu i përulur, njeriu i friksuar, njeriu si njeri përpara krijuesit gjithësisë ja ka kriju. E kalon të lirën këtë botë për ta marrë llogarinë në ditë madhe. Yaumuddin që quhet, që ne e këndojmë çdo Fatiha. Yaumuddin, dita e llogarisë. A di çka ka thonë? Mos ta harrim të hadith. Yaumuddin. A është kështu apo jo? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Falënderimet Allahut Zotit gjithësisë, domethënë si çan do. Pak. Falënderimet Allahut Zotit, sa gjë e madhe. Thu kështu apo jo? Po. Lidhe kam unë me të tikit, të më shifem diku. Fiks. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mos u mërzi se ajo është aq mëshirues sa të ka afru. Domethënë direkte vjen shpresa. Falënderimet Allahut Zotit gjithësisë, sa i madh që nga Ar-Rahman Ar-Rahim i gjithëmshirshëm, mëshirploti. Prandaj mos u mërzit se për mëshirë sa ti do përfitosh dhe ti, megjithëse e ka që vogël. Pastaj vlerë Maliki Yawmiddin. Sundusi ditën e gjykimit. Tani çfarë kemi thonë ne gjot të lezetshme dhe të bukur? Kurani komentohet me Kur'an. S'mund të morësh ajet, duhet ta shohësh gjithë dhe e shpjegon në një sure tjetër këtë që po themi ne. O ma edrake ma yawmuddin. A ke sura apo jo? Thumë me ma edrake ma yawmuddin dy herë. Ç'të mësoj ti? Çfarë është dita e gjykimit? Ç'të mësoi ti Muhammed ç'është dita e gjykimit? Maliki Yawmiddin çfarë do të thotë? Sundusin ditën yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Asnjë njeri nuk ka mundësi të ndihmojë tjetrit asgjë. El-amru kulluhu lillah. E gjithë çështja i takon vetëm Zotit. S'ke mundësi me ndihmu as fëmin tënd, s'ke mundësi me ndihmu as prindin tënd. Gjithë secili do vlerësohet nga veprat që ka bërë. Përshkruajti Zoti një spektakël të madh që quhet Kiameti, ringjallja derisa stabilizohen njerëzit në xhenet dhe në xhenem, dhe spektakli ka gjëra të bukura të përjetësisë së xhenetit. Ka përkëdheljen brenda jetëve të njerëzve të mirë, po ka edhe drejtësinë e tij, se Zoti me dy gjëra gjykon dha. Se po na dëgjojmë vëllezër dhe motra, mund të ketë na një të ri. Dhe kur flitet xhenemi, pse? Drejtësia e Zotit. Zoti nuk i bën pa drejtësi askujt. Shumë ajete wala yadhlimu rabbuka ahada. Shikoj, Zoti si bën askujt pa drejtësi. Nëse do i bësh një sot njerëzve një sondazh dhe do t'i thoje a do donin njerëzit për çdo padrejtësi që është punë tokë, të kishte një drejtësi, gjithë do votonin po. Po. Patjetër. Ne atë themi pse s'ka drejtësi. A themi në shteti i drejtës që të funksionojë drejtësia vëlla. Zoti është më i drejti. Ditën e gjykimit do gjykoj me dy gjëra. Për ne kur vdes na një vëlla kemi fjalë bukur ne si musliman. S'ka flori që paguhet. Themi o Zot prite me mëshirën tënde, jo me drejtsinë tënde. Po. Kjo është baza. Po. Pra o Zot prite atë me mëshirën tënde,
jo me drejtsinë tënde, se aty pastaj mund të ketë vështirësi. Dhe Zoti njerëzit që i dënon në zjarrin e xhenemit, i dënon me drejtsinë e tij, për shkak të veprave të këqija dhe krimeve që kanë bërë. Njerëzit që i shpërblen me xhenet është për shkak të veprave të mira si sebeb për të hyrë në xhenet. Jo se e meriton xhenetin, se meriton çfarëdo që të bësh për jetësinë. Po Zoti i bën sebeb, kënaqet me veprat e mira, nga që është vetë bujar i madh dhe i mëshirshëm shumë, don që t'japi gjërat mrekullueshme dhe ka vendosur njeriu t'japi xhenetin e përjetshëm. Ai don kështu. Ne jemi të përjetshëm, i përjetshmi do më na bëni vetë përjetshëm. Faleminderit. Fiks. Qofshim fal. Në ka si poçë. As poet fjalë, valla. Shkrim çast. Atom të bën. Pra Zoti, vllajim, e përshkruajti këtë tani i fryet surit. Njeriu parë që ringjallet. Po, këtu do më thënë se me ty Po se u hapën. Jo, me ty është pak e vështirë, mund të për ta ashtu, se këtë ka qenë një nga pyetjet që doja të bëja. Po. Fryet surit dalin. Se ka disa gjëra, po do t'i trajtojmë pak më vonë, dikush që u çu pati këtë tjetër e gjithë komplet. Kush çohet i pari ditën e gjykimit? Kush është njeriu që ringjallet i pari? I fryet surit për ringjallje. Pra e para ishte për shkatrimin e universit, e dyta për të ringjallë njerëzit. Ebu Hurajra, transmetuesi, ka thonë nga kiameti që shkatrohet, derisa vjen koha për t'u fryrë surit për të ringjallë, ka thonë duhen 40. As vite, I as kanë muaj, thonë, as ditë. A ditë? Ka thonë nuk e di. Muaj? Ka thonë nuk e di. Vite? Nuk e di. Pra pejgamberi kaq ka përmend dhe ai ka përmend atë që ka thonë pejgamberi. 40, po se çfarë janë? Nuk janë shpjeguar. Mbasi bjen shiu i madh i jetës, ringjallen njerëzit. I pari që ringjallet nga njerëzit është pejgamberi Muhammed alayhis salam. Ka thonë, njeriu i parë që do ringjallet jam unë dhe nuk ka në këtë vetë lavdrim. Te ka qenë shumë modest. Po këto gjëra i ka thotë Zoti duhet t'ia shpjegosh. Thami ajetën e parë në 2 podcastesh. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Të mirat që ti ka dhënë Zoti jot tregoja njerëzve. Dhe profeti ka qenë i urdhëruar tregoj për gjithë fen, po edhe gjëra privilegje që do t'i ketë pejgamberi alayhis salam. Po nuk i ka vetëm pejgamberi ditë gjykimit, ha? Gjithë pejgamberët janë të bekum. Ne do vim gradualisht aty. Ringjallet pejgamberi alayhis salam dhe ringjallen gjithë njerëzit nga Ademi alayhis salam deri tek i fundit. Si? Me urdhrin dhe me fuqinë e të madhit të Jo, Zotit. si është trupi jon, si jemi paraqitja, si. Trupi jon është sipas vepra, domthonë nuk është ky trup. Shpirti, memoria, ndërgjegjja, logjika është po kjo. Trupi është sipas veprave. Ka thonë për shembull, mendje mëdhenjtë e mëdhenjtë të kësaj bote do të jenë si insektet që lëvizin tokë. Njerëzit i shohin poshtë fare, s'ka i dinjitet më në ditë. Pra në fytyrat, Po vesh. fytyrat i kanë sipas veprave. Njerëzit e këqij i kanë fytyrat e zeza si errësira e natës. Kurse njerëzit e mirë thotë tabyadul wujuh, fytyrat të bardha nga veprat e mira. A themi edhe në këtë botë ne fytyrë e bardhë, ha? Ta zbardh fytyrën. Po, kështu do vazhdoj valla. Por ka i problem. Ka thonë pejgamberi alayhis salam ringjallen njerëzit të zhveshur, këm zbathur dhe duar bosh. Sa bukur fundi. Duar bosh, asgjë. Fundi, valla këm zbathur, po të kishe gjë të paktën të kishe gjë për të veshur i këmbët. 3 gjëra, valla, që vetëm i profet mund t'i përmbledhë me një fjali. Të zhveshur, pa rroba, këm zbathur dhe duar bosh. Se po del para sumdusit suprem. Tani, Aisha, femër shumë e moralshme. Si thamë në Meriemja, e kanë qenë Zejnebi. Si ishte? Usku ishte, sa i thote për burrin e vet, usku ishte dhe buzqeshte. Osmani. Shifte veten pas fyr, jo më do të dali. Po, dhe turpi është pjesë e bukur e njeriut. Sot për shembull ka shprehje është emancipuese, s'ka turp, sot i mfalt. Po. E ke parasysh turpi është semafori i jetës. Po valla kam turp ta bëj. Po diku turpi, pejgamberi selam ka thënë, po s'patë turp mund të bësh çat dush. Pra turpi është një semafor e ndërgjegjes që ti nuk e bën dot se ke turp. Pra ti e ke rujt anën njerëzore. Dhe vlla i dashur, njerëzit janë të zhveshur dhe këmbëzbathur dhe pa asnjë gjë në duart e tyre. Aisha
bashortja, kur e dëgjoi, i tha, ja Resulullah, e rrijal wa nisa. Tha i dërguar i Zotit, burrat dhe gratë janë masher të gjithë. Ja ibnet as-Siddiq, ka thënë, o bija të sinqertit. Çështja është aq e madhe sa nuk guxon dhe se ka asnjë mendje me pa njëri tjetrin. Sa e kupton të realisht? Njerëzve po t'ja thush, sa e kuptojnë këtë? Po për Zotin, kjo tregon madhështinë, forcën, fuqinë, frikën, rëndësinë, sepse a di pse është kaq e madhe vëlla që nuk këto të tjera duken vogël. O do fitosh përjetësinë, o do e humbësh atë. Subhanallah. Ti e ke parasysh dhe në këtë botë ke një çështje të vogël, edhe njeriu kur e humb mërzitet shumë, po të humbësh xhenetin e përjetshëm. Prandaj duke qenë synimi ajo ty nuk të bjen mend a janë veshur apo zhveshur njerëz. Paralele, kam qenë një herë duke bërë umrën dhe kam qenë një nga Kazakistani. Dhe më tha, të kjo shembull i kësaj, tha, Karaj herë tha tërmet në orën 6:30 mjesit. Dhe kanë dalë njerëzit, njërin gjys faqe të rrujt me tjetri kështu dhe shumica nga krevati dhe laguri. Po. Tha dhe në ato momente që dridhi çdo gjë nuk kishim mundësi ta shifshim njëri tjetrin. Tha, biles dhe më mbrapa kur qetësu toka, tha, nuk na bëni përshtypje, tha, po fillon duke shkuar vash avash me marr rrobat. Po, është i tërmeti kësaj bote, jo në ditë që kemi dalë përpara sundusit universit. Tani, si tham, kush ishte i pari që u ringjall? Profeti Muhammed. E di kush është i pari që vishet? Profeti Muhammed. Jo. Kush? Jo. I pari që vishet është Khalilullah, i dashur i Zotit, Ibrahimi alayhis salam. Po. Allah. Sepse në kohën që e kanë hedhur për zjarr, e kanë hedhur për ta turpruar i zhveshur. Dhe Zoti do t'i tregoj atyre që e hodhën zhveshur dhe gjithë njerëzimit se ç'bën me dashurin e tij. Dhe në mesin e gjithë njerëzimit do t'i vinë rroba për xhenetit, do t'i veshi. I pari. Allahu Akbar. Ligji i kompensimit i folën. Ligji i kompensimit, Allahu Akbar. Pra kshu i nderon bujari madh që është Zoti, njerëzit e tij. A di çfarë gjë e bukur me një beduin? Si spati gabim kjo femë, ka Jo, që momentin e kompensimit që këtu i zhveshur vishet i pari këtej, subhanallah. Vjen një beduin vllai ishin këto që jetonin jo në qytet, pra beduin do të thotë një njeri që jeton larg. Pra jetonte i çadër atje dhe nuk kishte shumë qytetërim. Po ishin njerëz me atë fitrën e natyrshmërisë dhe ato që i dinin mirë, po nuk dinin shumë. Vjen ke pejgamberi alayhis salam. Shumë interesant është. I thot, atë pyes diçka. Interesant, nga njerëzit që spret gjë kanë perla. Patjetër i thot pejgamberi alayhis salam. Tha, kush do na gjykoj ditën e madhe, ditës gjykimit? I thot pejgamberi, Zoti. Zoti vet. Po thot Zoti gjithësisë vet. Tha, pasha Qaben fitum. Allahu Akbar. Pasha shokët e vet aty vlla fjalë madhe, pasha Qaben e mallnueshme fituam. Pejgamberi alayhis salam kuptoi, tha pse? Po ti që tha. Ai i fuqishmi, kur ka në dorë toleron. Allahu Akbar. I fuqishmi kur ka në dorë toleron. Kur i vje me dënu fal. E ku ka tha më bujar se Zoti. Ka thonë pejgamberi sadakte. Po plotësisht vërtetën. E ka thonë pejgamberi, plotësisht vërtetën. E ku ka më bujar se sa Zoti gjithësisë. E Zoti quhet Ekrem el Ekremin, më bujari i bujarve. Pra ju bë qefi pejgamberit për konceptin e bukur që ai shpalosi. Ka drejt se një nga shprehjet e tjera që themi shqyqy që Zoti s'ia ka lënë njerëzve se gjithë gjykimit se do i hyshin në xhenet maskareta. Po, se s'do kishte kuptim, s'do kishte as drejtësi, as mëshirë siç duhet. Dhe vetëm ai mund t'i rregulloj gjërat me detaje dhe të bukura. Allahu Akbar. Vim tek pjesa e ndërmjetësimit, fillimit të ditës gjykimit. Ç'a ndodh vlla tani? Situata bëhet e ndërlikuar.
një zë thret dhe thot drejtimi është ky derisa të shkoni në fushën e mahsherit. Pra, drejtimi është këtej, nga është zëri që po vjen, sa që kumbon, për të gjykuar, ose për të ndalu në fushën e madhe të gjykimin. Dhe thot, Kurani prap në ato perlat edhe në ato shpjegimet o Zot, thot, wa khashatil aswatu lirrahman. Janë të friksuar zërat, thot, ndaj gjithë mëshirshmit. Se ka nga njërë fjalë që të çuditshme, wa khashatil aswatu lirrahman. La nga frika dhe emocioni nuk flet dot me zërin tënd origjinal. Thot, zërat e tyre janë të friksuar para, po jep shpresë. Nuk thot para të sudusit gjithësisë, para të gjithë fuqishmit, para ndëshkuesit, thot zërat e tyre janë të friksuara para të gjithë mëshirshmit, jep shpresë prap. Është e çuditshme që në shumë raste kur përmendet dita e gjykimit, futet emri i Zotit i gjithë mëshirshëm. Dhe këtu, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u ila hamza. Dhe nuk dëgjon thot vetëse një zhurmë shumë të vogël. Vllajim, miliarda njerëz janë para Zotit, asnjë zguxon me fol se është i friksuar, po ti thot prap dëgjoni zhurmë të vogël. E di kush është zhurma e vogël? Që se shmangin do njerëzit llase dhe ato ta shmangshin hapat duke shkuar atje. Domethënë futu pak vllan në skenën asaj dite. Zguxon njëri me fol, gjithë janë mendueshëm, gjithë thonë çfarë kam bërë unë në atë botë. Kam agjiruar Zot, qofsha faleminderit 100 miliardë herë. Zot jam fal, faleminderit. Zot kam madhëruar ty, Zot kam qenë korrekt, jam shmang gjinafeve. Do mund t'i ecën dhe gëzon. Se po shkon ke i gjithë mëshirshmi, kështu është përshkruajtur. Tjetri, gjinafe, zullume, mashtrime gjithë ditën. Ja u dha tjetrit, ja bora ashtu. Asnjëherë s'kam thënë Zot më fal. Asnjëherë s'e kam vënë kokën sejdë. Biles u tallçam ato komshit e mi që agjërojsin. Edhe reflektoj njerëzit dhe zguxoj njëri me fol. Hapat vetëm dëgjohen, imagjino çfarë situate, pse? Sepse lajmërohen njerëzit që Allahu është hidhur. Lajmërohen njerëzit që kujdes se Zoti është i hidhur. Nga frika s'let asnjë. Do thush ti as ateisti që e ka shajtu. Qa flet më vllai. Qa flet më vllai. Ai do me respektu Zotin më shumë. Njerëzit që i kanë po shirk, që i kanë po zotra të tjerë. Wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Kur i merr gjykim, duke gënjur se nuk i ke keqja. Duke u justifiku, wallahi, pasha madhështinë tënde o Zot, s'kemi qenë nga ato që të bëshim shok. Kishin qenë. Dhe nuk flet njeri se e din që Zoti është i hidhur. Tani, tham që dita e gjykimit është e gjatë. Tani nuk po i ndaj, ndoshta herës tjetër. Këto nuk rrin gjithmonë kështu vëlla. Një pjesë hyn në xhenet pa llogari. Pra, ne do t'i kapim edhe të ndara, pastaj po flasim për pjesën esenciale të asaj dite. Ngjarjen kryesore. Dhe njerëzit nuk po qeshin rrugdalje. Dishin vetëm që i madhi Zoti qofshim atij fal. Është hidhuru për gjinafet që janë bën tokë. Sa shumë janë. Zoti që sa ditë dhe qartësohen gjërat. Gjithë e din që toka ishte dhurat. Gjithë e dishin që nuk ishte rasti që ushqeshin 3 herë në ditë. Gjithë e kuptojnë që dielli që është perfekt në qiell, ishte më larg do ishte akullnajt, ishte më poshtë do udhishte. Gjithë këto miliarda sinkronizime që ka jetë, nuk thot më njëri rastisht, sot turp, është frikë, nuk guxon, gjadhe qesharak në ditë, sa i ka bërë ngjalljen tani. Dhe e din që Zoti është i hidhur. Dhe njerëzit fillojnë të vuajnë. Nuk po jeshin rrugzgjidhje. Në një çast saktuar thonë, kush kanë qenë udhëzuesit e të madhit Allah? Pra mlidhen një grup i madh dietarësh. Edhe thonë,
kush kanë qenë? Dhe imagjinosh situatë aq e rënduar sa dhe pejgamberët janë tunet aty. Kuptohet me fytyrat e bardha, kolloz, njerëz të bukur e me të gjitha të mirat, por janë tu qëndruar në mahsher. Edhe Muhammed Mustafaja, kupto çfarë bëhet tani, këtu fillon ndahet njeriu me Allahun e Madhnushëm. Ai i Madhnushmi i qofshim fal me sundim absolut, edhe profetët e gjithë njerëz vëlla, dhe nuk fol asnjë, edhe profet. Një grup, thot pejgamberi alayhis salam, do ndodhi që një grup do thojnë duhet të qep një rrugë zgjidhje. Duhet që të fillojë dita e gjykimit. Deri aq ke shkon situata dhe mërziten sa thonë paktën edhe në xhenem po të ndahet ta dim. Dhe ky grup shkon ke Ademi alayhis salam. Pa janë grup që kanë ditë nga feja shumë. Dhe i thonë o Adem, ty Zoti të krijoi me dorën e vet. Pra të krijoi vet, ajo që thamë, që kur Zoti thot i dha shpirtin tim trego afrimitetin e madh. Ti thot të krijoi Zoti me dorën e tij. Ishe njeriu parë. Ty të krijoi Zoti të parin, pra ke peshë specifike. Ai drejtohesh Zotit ta filloj ditën e gjykimit. Dhe të ndahen njerëzit, kush është për në xhenet, kush është për në xhenem. Se ishin lënë njerëzit si të braktisur Allah. Po, kam parasysh këtë ndjenjën. Edhe kur s'kem mësuar provim tu, hajta ta kryej të ecim. A kupton? Nuk shtyhet më. Nuk shtyhet më. Është bëhet më rënd pritje se sa fillimi. Ademi alayhis salam. Jo, thot. Jo. Këta pse? Se Zoti i gjithësisë thot, është hidhruar aq shumë sa s'ka qenë ndonjëherë përpara, ka hidhruar dhe nuk do jetë më mbrapa. Se marr këtë risk. Këtu fillojnë në vend e lajmi neve për hidhrimin e Zotit. Këtu edhe ishte kuptuar, po tani kuptohet dhe më shumë. Shkoni thot një herë tek Nuh alayhis salam. Ke pejgamberi Nuh, nga të mëdhej tani. Shkojnë dhe i thonë ti isha i person që e thirrën rrugën e Zotit me të gjitha mënyrat dhe i kohë gjatë. Zoti ty në Kur'an të ka quajtur abdën shakura, rob falënderues shumë ndaj Zotit. Pra ti e ke kënaq Zotin shumë. A bën ti shefat? A futesh për të ndërmjetësuar ke Zoti ta filloj ditën e gjykimit? Jo, i thot Nuh alayhis salam. Unë e di që i madhi Zot është hidhruar si s'ka qenë ndonjëherë përpara dhe sot jetë më mbrapa. Nuk e marr përsipër. Shkoni një herë i thot shive, pasojshin pejgamberët me njëri tjetrin. Shkoni ke Khalilullah, ke i dashmi Zotit Ibrahim alayhis salam. Shkojnë dhe i thonë, o Ibrahim, thotë Kurani, o takhadha Allahu Ibrahima khalila. Zoti e mori Ibrahimin të dashurin e tij. Thonë, o i dashuri i Zotit, Zoti vetë ka thënë që ti je i dashuri i tij. Ti ke bërë shumë, ti ke qenë babai i pejgamberëve. Nga ty rrjedhin gjithë pejgamberët nga Ishaku dhe Ismaili. A mund ndërmjetësosh ke Zoti i gjithësisë? I thotë, jo, sepse Zoti është i hidhruar si s'ka qenë asnjëherë dhe s'do të jetë, nuk e marrën këtë risk. Po pres. Kush ja mund të guxoj të flas? Shkoni ke Musa, i thotë ndoshta. Dhe shkojnë ke Musa alayhis salam. Wa kallama Allahu, se Zoti i ka lavdëruar në Kur'an shumë bukur profetët e vet. Wa kallama Allahu Musa taklima. Zoti i foli, pra nëse Ibrahimin e mori dashurin e vet, me Musa më foli drejt për drejt, siç i takon të fol mes tij, jo të fol mes njerëzit. Siç i takon Zotit, siç i takon gjithë emrat e cilësit që i ka të përsosura, s'ka lidhje me ato njerëzore. I thonë ty të zbriti Teurati. Ty Zoti zgjodhi nga pejgamberët më të mëdhenj dhe i tregojnë gjërat e mira. Ka fol direkt me ty. Ka fol direkt me ty, të ka përzgjedhur ty. Jo. Jo. Sepse Zoti është i hidhruar sot, siç nuk ka qenë ndonjëherë përpara dhe Zoti jetë më mbrapa. Nuk mund të riskoj për këtë. Unë po pres mëshirën e të Madhit sot, nefsi. Veten time duhet të shpëtoj sot veten time. Shkoni një herë thot ke Isai. Te Jezusi ke Isai alayhis salam. Shkojnë ke Isai. I thonë, o pejgamberi i madh i Zotit, ti që i ngjalli të vdekurit, ti që i shërove leprozët dhe të verbrit, ti që ishe larg gjinafit, ti që Zoti i gjithësisë krijoi pa babë si argument për botën, ti që kishe nënë të mrekullueshme. I përmendin të mirat si pejgamberëve përpara. A ndërmjetëson ti sot sa jo? Jo. Sepse kam frikë tha. Zoti është i hidhruar si s'ka qenë asnjëherë dhe nuk do të jetë asnjëherë mbrapa. Shkoni një herë tek Muhamedi thot, Khatemen Nebin, ke fundi i pejgamberllëkut. Ka ai që mbylli pejgamberllëkun. Prandaj 1450 vjet s'ka profet tjetër vëlla, se është mbyll kjo punë.
Se do kështë dalë në një. Se doli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 600 vjet mas Isait, s'doli më një zgjut, s'ka pra. Nuk bëhet fjalë. Shkojnë ke Muhamedi alayhis salam. La ilaha illallah. Thonë ja Muhammed, o Muhammed. Allahu mallnushëm të ka bo vulën e pejgamberllëkut. Në Kur'an ka thonë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Veti madhi Zot dhe engjëjt e tij bëjnë salavat për pejgamberin. Salavati Zotit është që e mëshiron dhe salavati pejgamberit është që luten ta mëshiroj. Në një ajet ka thënë la amruka, pasha jetën tënde o Muhammed. Pra është betu Zoti ke gjithë jeta pejgamberit vet. O ti që isha adhuruesi Zoti kanë përmend të mirat. A ndërmjetëson ti sot të filloj dita gjykimit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë unë do të them ana laha. Tha unë e bëj këtë, unë e bëj këtë. Pra ja qetësoj Zoti zemrën për ta bërë këtë gjë për njerëzimin. Dhe tani në këtë situatë niset drejt arshit. Pra niset në drejtim përpara, bjen në sejdë. Siç ka ra gjithë jetën, që u falte gjysmën e natës. Dhe thot, filloj në sejdë ta madhëroj, ta falenderoj, ta lartësoj Zotin me gjëra që nuk i kam bërë asnjëherë në këtë botë. Më vijnë aty siç duket vëlla, skenat e mëdha, gjërat e reja që shikohen, shtojnë dhe diturinë dhe logjikën. Inspirimi, ngjarja madhe. Dhe thotë e falenderoj dhe e madhëroj dhe e lartësoj Zotin me falenderime, me madhërime, me lartësime që si kam bërë në një ndonjë. Pra shumë më të thelluara, shumë më të bukura, shumë më shpirtërore, shumë më inspiruese. Me emra të cilësi të tjera. Me emra cilësi që do shfaqen në ditë. Dhe thotë derisa Allahu mëndshëm krijuesi i gjithësisë më thotë kum, çau Muhammed. Lutu do të përgjigjem. Kërkosh shefat, do ta hap shefatin për ty. Allah. Thotë në këtë çast më duan ose ndjejnë një ndjenjë të mirë për mua gjithë njerëzit mashar. Se bëhet sebeb pejgamberi alayhis salam të hapet dita e gjykimit. Por vëlla, për të filluar dita e gjykimit. Kush e bën ditën e gjykimit? Si tha ai beduini? Kush do të gjykojë? Kush do të gjykojë? Zoti. Tu fillon mas kësaj, fillon një skenë dhe më e madhe vëlla, dhe më e fuqishme. Skena, thonë kur vjen Zoti i gjithësisë, li fasli al-qada, për të bërë gjykimin e krijesave të veta. Tani ne zota themi këtë radhë, po vetëm me novlla për i çast, vetëm për i çast se si mund vi vetë Zoti i gjithësisë. Vetëm ai e din, po është përshkruajtur në Kur'an dhe nga profeti një pjesë e ardhjes të sunduesit gjithësisë, të krijuesit të universit, të gjithfuqishmit dhe të përjetshmit, se si vjen për të gjykuar njerëzit e vet në atë ditë. Ka ajete Kur'ani që inshallah do t'i përmendim në podcastin tjetër, ka dhe hadithet pejgamberit alayhis salam që sqarojnë më me detaj ardhjen e të dashurit ton Zotit të gjithësisë. Po shtoja si gjë tjetër këtij podcasti, vetëm se me ditën e gjykimit kaq të madhe ta mbyllim me lutje se vallai edhe jemi trem, po dhe dumi çik. Inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Falënderimet për të madhit Zoti qofshim atij fal, përshëndetje mbi pejgamberin alayhis salam dhe mbi gjithë njerëzit e mirë që janë në rrugën e pastër islame. I madhi Zot, po të lutemi në këtë Ramazan, lutemi me shpirt i madh i Zot, se nuk jemi gjithmonë devotshëm si në këtë muaj, që është një muaj i cili përmbledh shumë vepra të mira që e pastrojnë zemrën dhe e kënaqin shpirtin. Të lutemi i madh i Zot të na falësh dhe të na mëshirosh. Dhe po të themi o Zot, siç tha Ademi dhe Hawaja kur bën gabimin, që nëse ti o Zot nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humburve. O Zot, na fal neve, familjet tona dhe gjithë njerëzit e mirë kudo që janë. I madhi Zot lartësoj, begatoj, nderoj baballarët edhe nënat tona. Zot, kush është prej tyre në këtë botë, ndriçoja shpirtin, begatoje dhe furnizoje me shumë të mira. Ai që ka ndruar jetë, i madhi Zot, nga prindrit tanë dhe prindrit e prindërve tanë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë, dhe nëse janë mirësi, shtoja mirësinë, nëse i madhi Zot janë dënim, ndroja dënimin me mirësi.
Zot arsimoj, bëjt moralshëm, falje dhe mëshiroj të rinjtë dhe të reja tona. O Zot i mallnushëm, fëmijët tanë bëj dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit, famlar, ruaj ato i madhi Zot nga çdo e keqe dhe bëj ato pishtar ndriçues në rrugën tënde. O Zot na bën të vdesim si musliman me fjalën la ilahe illallah dhe na mundson neve Zot kur t'japim shpirtit të jesh i kënaqur me ne. O Zot i mallnushëm, në ditën e madhe, ditës gjykimit, na bashkon neve me pejgamberët, me të sinqertit, me dëshmorët, me punë mirë. I madhi Zot na e bë atë ditën e gëzimit me xhenet dhe jo ditën e dëshpërimit dhe pendimit. I madhnushmi Zot na jep librin nga e djathta të mbushur me vepra të mira. Na i mbush shpeshoret me vepra të rënda të mira, i madhi Zot që ne të kënaqemi. Na mundso ta kalojmë sa më shpejt urën e siratit për të hyrë në xhenetet e begata, në xhenetet e Firdausit. I madhi Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit, vendi i cili është për kriminalët dhe njerëzit shumë të këqij. I madhi Zot, lutemi të na furnizosh pa mas, pa llogari, me shumicë në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Të lutemi i madhi Zot që nëse na bën nga banorët e xhenetit, ta shikojmë bukurinë, mirësinë, lartësinë tënde, o Zot i gjithësisë, ti je më i larti, ti je më i miri, ti je më i bukuri, ti je më bujari. O Zot i mallnushëm, na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, prindrit tanë dhe gjithë umetin e pejgamberit alayhi salam, ditën kur do t'japim llogari. Amin. 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 Ya Rabbel Alamin. Kështu mbyllet dhe ky podcast. Podcastin tjetër do të jemi në çastin se si zbret Allahu në ditën e gjykimit. Shifemi në podcastin e ardhshëm. Margjerim të lehtë të pranuar. Selam aleikum të gjithëve.